Të nderuar shikues, u rikthyem në studio me personalitetin e ditës për sot. 4 dekada në 2 shekuj. Kështu është titulluar Akademia e Jubileut të një figure të shquar të gazetarisë, të arsimit dhe njëkohësisht letërsisë. Në emisionin tonë do flasim për karrierën e saj, për këtë akademi dhe për librin apo botimin e saj të fundit. Derdhe kënaqësi që në studio të kemi zonjën Sadie Aliti. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetëm, përshëndetje për shikuesit tuaj dhe stafin e radio TV Kohës. Faleminderit shumë, faleminderit që gjithmonë na nderoni, por kësaj radhe është besoj një tematik pak më e veçantë. Do flasim për gjithë veprimtaritë tuaj, të cilën ju edhe promovuat, nëse mund të quhet kështu, në një akademi të jubileut. Fillimisht, si kanë qenë këto 4 dekada në 2 shekuj për juve? Është shumë kohë, është shumë punë, shumë mund, dhe ndoshta është pak e vështirë që me pak minutazh të emisionit tuaj të përfshihen të gjitha. Ka patur shumë sakrificë, shumë sfida, shumë bariera, por mbi të gjitha suksesi nuk ka munguar dhe kur kthehesh vështron këtë ecje të këtyre viteve, nga ndonjëherë dalesh dhe nga veça thua kam qenë unë ajo që i kam të i kaluar dhe i kam përballuar të gjitha këto angazhime dhe të gjitha këto veprimtari, të gjitha këto aktivitete. Por formula është një, vullnet, përkushtim, sakrificë dhe shumë dashuri. Meqense se duket rrugtimi suksesshëm, ashtu siç e përshkruajtët ju, rrugtimi ëmbël, le të themi, në letërsi, në arsim, edhe në gazetari. Mirë, por nuk ka qenë edhe kaq e lehtë, nuk ka qenë rrugë e shtruar, le të themi, me lule. Ka pasur sfidat e veta, apo jo? Po sigurisht se ka patur sfidat e veta, sepse ndoshta unë kam qenë ndër ato gjeneratat e para që në atë kohë dhe në ato vite kam bërë një ecje të fuqishme dhe ka qenë pak e vështirë që të ndryshoj atë një mendshmëri dhe atë mentalitet të përballje, të çaja atë rrugë, sepse situatat dhe rrethanat kanë qenë të tilla. Rrethina jonë, veçanërisht fshati im, njihej si arsimdashës dhe vetë familja ime e tillë ka qenë, do të thotë, sepse gjeneratat shumë të hershme kanë qenë të arsimuara, duke filluar nga gjyshi im ka qenë hoç, edhe pse kanë kaluar gati 6 dekada që nuk është në këtë jetë, mirë po puna dhe veprimtaria e tij ende përkujtohet nga institucionet fetare, domethënë me përkushtimin që ka bërë. Do të thënë nga gjenerata e babait tim, i cili në atë kohë, diku në vitin 1967-68, është shkolluar në Sloveni bashkë me xhaxhain tim për të përfshirë pastaj gjeneratat më të reja, të cilët vajza e axhës tim ka qenë ndër nxënëset e para që është shkolluar në Sarajev, në medresen e Sarajevës, edhe gjenerata të tjera. Por ndoshta unë isha ajo e vetmja që arrita të marr rrugëtimin e universitetit ose të fakultetit. Do thotë këto kishin qenë gjenerata që kishin qenë me shkollim të mesëm. Dhe ishte e vështirë sepse koha cilën ne unë nisëm për studime ishte një kohë e tranzicionit dhe Universiteti i Prishtinës u mbyll, okupua nga forcat serbe. I Tiranës sapo ishte hapur dhe ishte e pamundur që ne të regjistroheshim, sepse numri i studentëve që pranoheshin në atë kohë ishte shumë i vogël dhe dihej përparësi kishin fëmijët e intelektualëve, politikanëve dhe ne që vinim nga shtresa e mesme ose që vinim nga fshati ishte pak e vështirë të depërtohej. Dhe Universiteti i Shkupit i kishte ato peripecit dhe sfidat e veta, sepse numri i studentëve që regjistroheshin aty ishte shumë i vogël, për edhe ato që ishin studentë aty kalonin të zitë e ullirit derisa arrinin të diplomonin. Kështu ishte politika asaj kohe. Por arritëm, më thënë pas një viti, pasi përfundova shkollimin e mesëm, arrita që të regjistrohem në Universitetin e Shkupit e katedra dhe gjuhës dhe letërsisë shqipe, ku edhe magjistrova.
Dhe pastaj për të vazhduar rrugëtimin në sferat e tjera, në atë të gazetarisë, të sektorit qytetar, të sferës së bamirësisë, por edhe të shkrimit edhe të krijimit letrar, do thotë është një fushë veprimi i shtrirë në disa segmente, sepse koha ishte e tillë dhe kërkonte që ne të japim kontributin tonë. Do thotë edhe në sektorin qytetar, ndoshta isha ndër ato, edhe pse isha shumë e re, ndoshta si nxënëse e shkollës së mesme, unë isha inkuadruar në për organizatat e grave në forumet të nëndegëve, të degëve që pikërisht trajtonin problemin e çështjes së gruas shqiptare, sepse atëherë ishte edhe një sfidë shumë e madhe që të ndikohej në rritjen e numrit të vajzave që do të ndiqnin shkollimin. Edhe kjo ishte pika të shkurtura me shumë presje për një veprimtari që ka filluar shumë herët. Shumë herët. Megjithatë ka qenë sigurisht dhe vazhdon të jetë e suksesshme. Ndoshta gjeneratat e reja tani e kanë pak më të lehtë sepse kanë mbështetjen e profesorëve, arsimtarëve të tyre për të zbuluar talentet e tyre. Po ju në atë kohë keni pasur një mbështetje apo përkrahje të tillë? Mbështetja dhe përkrahja ka ekzistuar. Do të thotë ka qenë arsimtari im i gjuhës shqipe në shkollën fillore, tani më i nxjerrë, zotëri Borhën Isaku, që ndoshta zbuloja talentin tim të parë. Sepse, do thënë, kur unë fillova që të shkruaj, ishte vjeshta e vitit 1986, kur unë si nxënës e klasës 8 në atë kohë, botova vjershat e para në revistat e kohës, revistave për fëmijë që ishin Fatosi dhe Gëzimi, ndërsa në pranverën e vitit 1987 unë arrita që të botoj në Shkollari një tregim i cili edhe ishte i shpërblyer për nder të festave të Marsit, më thonë një orë dore si dhurata asaj kohe, dhe kështu vazhdoi rrugëtimi im në shkollë të mesme, si studente dhe për të arritur në vitin 1996 unë arrita të botoj veprën e parë me poezi. Përkrahja nga familja ime më e ngushtë dhe më e gjerë ka qenë, po ndoshta kam pasur edhe shumë vështirësi, shumë sfida, shumë bariera, ka pasur raste kur më është përplasur dera në fytyrë dhe unë është dashur me lot fytyrës të largohem. Ka qenë ndoshta edhe një mendësia e asaj kohe e gjeneratave pak më të, më thonë që të shikshin ti si një vajzë e re që ndoshta nuk u ambushje syrin dhe më thonë ka qenë të vështira edhe ato momente edhe ato situata, por një gjë ka qenë e sigurt. Talentin edhe në që ma kishte falur Zoti dhe që falenderoj në çdo moment ishte ajo që u përballoi të gjitha të sfidave, i tejkaloi të gjitha të barriera dhe i hapi të gjitha të dyert që ndoshta ndonjëherë edhe ishin të mbyllura. Po. Ju kujtohet shkrimi juaj i parë? Me siguri ka qenë ndonjë shkrim që është botuar në ndonjë revistë të shkollës dhe sigurisht ka qenë një emocion i veçantë. Kujtohet poezia e parë. Tash ndoshta nuk dia do ta mund ta rikujtoj gjithë, por disa vargje mundem, që ishte lapsi im, domethënë një nga strofat ishte lapsi im ngjyrë të arit, mbush me pesëshe rubrikat e ditarit. Ka dhe një ditë strofë tjera, po tani nuk më kujtohet për momentin, vetëm këto vargje më vinë në kujtesë. Dhe normal, pastaj arritën, pikërisht pasi mbarova shkollimin e mesëm, unë fillova edhe bashkëpunimin me gazetën Flaka e Vllazërimit në atë kohë, në rubrikën e Shkollarit, pastaj në rubrikën e Rinis, edhe shkrimi i parë ishte me temë gazetareske, kur unë shkova që të regjistrohem në Universitetin e Prishtinës, sapo ishte okupuar nga forcat serbe dhe si sot e kam të qartat fotografi të trishtë kur në universitet, në fakultetin pedagogjik ishin forcat policore me serbe me automatik në dorë, që ishte trishtueshme ku në një institucion arsimor të shihje forcat të tilla. Ajo ishte automatikët në fakultet, ka qenë shkrimi parë gazetaresk i botuar, për të vazhduar pastaj edhe me rubrikat e tjera, për të përfshirë, do thonë, aktivitetet e lidhjes së gruas shqiptare në atë kohë që kemi qenë bashkë në shumë shatra, në shumë qytete të Maqedonisë,
për të formuar deg dhe nëndeg dhe unë isha ajo që kryeja edhe isha aktiviste e lidhjes së gruas, shqiptare, por isha në një të njëjtën kohë edhe si gazetare që informoja, që nxirja zërin e atyre organizimeve dhe të gjitha të botime janë botuar në flakën e vllazërimit në atë kohë. Pastaj janë bërë edhe në tip të monografive që ka botuar lidhja e gruas shqiptare Dega e Titovës, për edhe vetë kryesia si dokumente të tilla, ku pjesa dërmuese atyre shkrimeve kanë qenë shkrime të mia. Sepse ka pasur edhe gazetarë të tjerë, kuptohet që kanë informuar nga Radio Shkupi, nga televizioni i Shkupit, ndoshta edhe rubrika të tjera, po nga Tetova kanë qenë unë ajo që e kam barturat peshën e informimit dhe unë kam qenë ndoshta në mesin e të vetmeve që kam deportuar, do të thënë kemi qenë në çdo qytet të Maqedonisë, në qytetet shqiptare, duke filluar nga Zhitosha, nga Ohri, nga Krusheva, dhe më thënë vende ku ndoshta për herë të parë ndihej zëri një organizimi të tillë të gruas shqiptare. Sigurisht, kur jemi këtu te çështja e mbështetjes, se sa keni përkrahur, keni mbështetur ju gjeneratat e reja, këtë mund ta them me gojën plot për shkak të përvojës dhe eksperiencës që edhe unë ndoshta si nxënëse kam pasur me juve, kur ju keni përkrahur nxënësit, keni marrë ata, i keni nxjerrë në skenë, pra ti thesh ato emocione në skenë për herë të parë si fëmijë, vetëm një arsimtar i mirë apo profesor i mirë mund ta bëj. Keni përkrahur nxënësit edhe në shkrime, edhe i keni motivuar për të lexuar. Si keni arritur që të arrini në zemrat e nxënësve edhe të ngelni si një shembull i një profesori të mirë tek ato? Po, do të thotë, kjo ishte puna paralele që ishte bërë edhe si në sektorin qytetar, në sektorin e informimit. Pas diplomimit, unë me njëherë arrita që të punësohem 3 vitet e para në shkollën fillore Azreni, në fshatin e Lindjes, pastaj për të transferuar në shkollën fillore të Tearsës, ku edhe sot e kësaj dite qëndrojmë aty. Po tani ishte vetë dashuria ndaj punës, përkushtimi, eksperjenca që ndoshta unë kisha pak ma tepër përvojë nga që isha edhe në media, vizitoja shumë shkolla, përcjellja shumë gjëra, por edhe mbështetja dhe përkrahja që merrja nga kolegët, nga udhëheqësia e shkollës, edhe nga vetë nxënësit, por edhe nga prindërit, të cilët çdo herë kanë mbështetur dhe çdo herë kanë qenë shumë falënderues për çdo aktivitet që ne kemi realizuar, sepse ne kemi për festat e shkollës, për festat kombëtare kemi organizuar edhe programe të tilla që kanë qenë spektakle, që ndoshta edhe shumë do ta kishim patur për lakmi, se si një shkollë arrin të organizojë gjëra të tilla. Ne kemi lënë pa tekst që edhe shkollat mysafire që kemi pasur raste na kanë ardhur edhe nga Gjevgjelia dhe kanë mbetur të mahnitur se si një shkollë me mësim në 3 gjuhë arrin të bëj për një orë një programaq të tillë të bukur, të organizuar mirë. Do të thotë mbi gjitha nëse përgjegjësia e punës, nëse puna merret me përkushtim, merret me përgjegjësi, merret me atë bindje se duhet të përcjellësh një sukses, një rezultat të nxjerrësh, edhe te fëmijët, sepse ato nuk janë artistë, nuk janë aktor, nuk janë krijues, mirë po, asgjë nuk është e keqe që ti të provosh. Që ti ndihmosh, edhe unë ndoshta nuk kam qenë eksperte e aktrimit, se po mirë po përvoja e bën të veten, lëvizja skenike, vetë jeta, më thënë, skena e bën të tillë, sepse edhe programet kanë dalë, edhe besoj se dalin edhe më tutje të mira. Me shkollën kemi realizuar shumë aktivitete të ndryshme, unë do ta veçoj vetëm aktivitetin e rregullt që e kemi me bibliotekën e qytetit që bëhet për nder të muajit të librit. Do të thotë ne kemi qenë ndër të parët, si shkollë dhe unë si arsimtare me nxënësit e mi, që kemi nisur këtë aktivitet dhe kemi mbështetur deri në organizimet e fundit, thonë çdo herë kemi qenë pjesëmarrës dhe jemi shpërblyer edhe me çmime, edhe me vende, edhe me lëvdata, edhe me gjithçka. Edhe bashkëpunime me shkolla të tjera, me shkrimtarë, me organizata të ndryshme, ne kemi patur mysafirë edhe nga Evropa, në orën e gjuhës time, për vizit ka qenë edhe në atë kohë presidenti i shtetit, zotëri Stevo Pendarovski, në orën e gjuhës shqipe, do thotë ka shumë, por ndoshta është kohë e kufizuar dhe nuk mundemi që gjithçka të përfshijmë. Po në pika të shkurtara mendoj se do të bëjmë një ecje atje.
Po sigurisht, gjurmët që lejnë një arsimtar apo profesor i mirë tek nxënësit dhe tek historia e shkollës, nëse mund quhet kështu, është shumë e rëndësishme dhe ju këtë e keni arritur ta realizoni këtë mision me sukses. Megjithatë, përmendëm domethënë i takoni sferës së arsimit, të letërsisë, gazetarisë, por edhe aktiviteteve qytetare, le të themi, apo civile. Ku e keni gjetur veten më shumë në këtë trekëndësh, nëse mund quhet? Po, tani vetë jam më shumë është gjetur të gazetaria dhe të arsimi, sepse aty kanë qenë pikat orientuese të fushveprimit tim, sepse para se që të punoj si profesoreshe gjuhës shqipe, unë kam punuar në gazetari. Pastaj, krahas me gazetarinë, kemi përfshirë edhe që përmendëm sektorin qytetar, do të thotë ishte lufta e Kosovës, vitit 1999, kur unë isha si fillova, më thënë, në të përditshmen Fakti, gazet e asaj kohe, dhe ishte e nevojshme që unë të jem edhe si një komunikim mes familjeve të ndryshme edhe organizatave humanitare, sepse dhe ati lindja jo nevoja që unë të inkuadrohem edhe në sektorin humanitar në atë të bamirësisë, veçanërisht, me thonë, kemi bërë shumë projekte, shumë ndihma kemi ofruar në atë kohë, edhe me organizata ndërkombëtare, duke përfshirë, unë kam qenë angazhuar në organizatën humanitare El Hilal, që 25 vite dhe tepër janë aty duke filluar nga viti 1999, duke në ndërtuar 2 shtëpi të dëshmorëve në fshatin Selës, ku ndoshta kam qenë dhe si udhëheqëse atij komisioni për ndërtim me shumë bamirës, me shumë donator, me shumë aktivistë dhe veprimtar të kësaj organizate, dhe aktivitet që ndoshta e kemi vazhduar vazhdojmë edhe sot e kësaj dite që ta realizojmë, normal si rrethanat dhe situatat kanë ndryshuar, sepse atëherë ishte kohë lufte, tani vazhdojnë në aktivitetet programore që kjo organizati ka në sferën e arsimit, shkollimit edhe sektorit qytetar, por ishte, do thotë, vetë disa gjëra të kohës, të terenit të kanë ndikuar që ti të zgjerosh atë sektorin e veprimit, por mbi gjitha ka qenë vullneti dhe dëshira për të ndihmuar njerëzit që dhe sot e kësaj dite realizojmë me shumë kënaqësi. Po, dua të ndalemi pak tek ky aktiviteti i fundit, që unë pak më herët e përmenda, pra ka qenë akademi jubilare 4 dekada në 2 shekuj. Realistisht tek ky organizim, përjetimet, emocionet e bukura, kemi parë edhe shumë fotografi në rrjetet sociale, kanë qenë edhe shumë media të cilët e kanë publikuar këtë event kaq të rëndësishëm, si u ndjet dhe si ka ecur në fakt ky eveniment. Në radh parë, ky ishte një aktivitet që u realizua nën patronatin e kryetarit e komunës së Arsës, konkretisht të kryetarit zotëri Daut Memishit, për cilët një falënderim të veçantë për të dhe për stafin e tij që e morën këtë iniciativë, kryesisht domethënë kur puna e mirë me vullnet dhe me shumë dashuri vlerësohet dhe respektohet pikërisht nga nxënësit dhe gjeneratat të cilat dikur kanë kaluar nëpër duart e mia, edhe ata ishin si ishte ideja e tyre që të shënohej ky aktivitet, edhe komuna sigurisht se përkrahu dhe e mbështeti, edhe me mjete financiare, dhe doli një aktivitet shumë i bukur, që ishte një i larmishëm, do të thotë tamam për një aktivitet festiv për të shënuar një jubile. Kishte, do të thotë, në formë të video incizimeve u prezentuan disa nga mirënjohjet dhe çmimet e mia të realizuara në ndërvite. Pastaj kishte normal krahas fjalës përshëndetëse të kryetarit, kishte edhe ishte parapar që të ishte e pranishme dhe zonja Flora Brovina, por deri do të thotë një orë para se me nis aktiviteti, ajo më lajmëroi se nuk kishte mundësi që të merrte pjesë, edhe pse gjatë tërë kohës ishte e konfirmuar. Duhet ta falenderoj profesorin universitar të komunës së Arsës, doktor Salajdin Salihun, do të thotë se gjitha ekipi që ishte i angazhuar si duke ishte i asaj komune, që me ndoshta rastësisht ndodhi edhe ashtu,
Pastaj, më thënë, ai bëri një vlerësim të veprimtarisë me letrare. U lexuan disa telegrame urimi që erdhen nga Suedia dhe nga vendet e tjera. Pat citate të vlerësimit të kritikut nga Tirana Behar Gjokaj, edhe një vlerësim nga zonja Flora Brovina, me që pas pat mundësi të ishte pranishme. Biografia e përgatitur nga zotri Rami Kamberi u lexua nga një krijuese e re që po ashtu është e Komunës së Tarsus nga Nerashti, Leila Beqiri. Pati performancë muzikore nga Ardita Osmani dhe Arsim Osmani, të cilët po ashtu i kanë mbatur nxënës edhe në violinë. Një pikë muzikoriste nga nipi im, i cili është nxënës i shkollës së mesme, shkollës fillore, shkollës fillore në piano. Pat një valle, një përpunim koreografik, po ashtu i nipit tim, i cili mbaroi shkollën e mesme, ishte maturant këtë vit, dhe është antari shoqërisë kulturo-artistike Johona e Malësisë, më thënë me një ekip bëri një përpunim të Valles Baresha, dhe një këngë me motive popullore të Pologut u interpretua dhe u përgadit nga duajenët tetovar, vëllezërit e folklorit, më thënë të njohur për këto interpretime, vëllezërit Sejdiu, Jashar dhe Idajet Sejdiu, të cilët e morën një poezi timen, i cilë është e punuar me motive të këngës popullore të Tetovës, është një këngë lirike e dashurisë e cila është kënduar në për dasma dhe pikërisht në pjesët e dasmës ku është kënduar janë organizuar festime të rinjëve. Dhe kjo më inspiroi që unë ta shkruaj atë poezi, doli një këngë shumë e bukur dhe doli një aktivitet mjaft i mirë me një koktejl rasti që u përgatit po ashtu nga koleget e mia. Dhe salla ishte plot, ishin diku mbi 130 vetë, ndoshta edhe nuk kishte vend që një pjesë e tyre kanë qëndruar edhe në këmbë. Pati edhe shumë konfirmime të tjera të cilët e konfirmuan pjesëmarrjen, por nuk ishin prezent. Kishte edhe emra që janë shumë miq, shumë njerëz, shumë bashkëpunëtor të mi ndër vite, që unë sot e kësaj dite ndoshta jam edhe habitur në mos prezencën e tyre, po mbi gjitha unë ju falenderohem dhe ne vazhdojmë bashkëpunimet edhe më tutje, jeta vazhdon edhe pas asaj akademie të jubileut, edhe mendoj se do të shifemi në aktivitete dhe në projekte të tjera të radhës, që ndoshta do të vazhdojnë për dekadën e radhës, nëse do të kemi shëndet dhe do të kemi mundësi që të punojmë. Në ndërkohë ju bët edhe promovimin e një tjetër vepre të quajtur si Maqendisë Vargu në dashuri. Për çfarë bëhet fjalë në këtë vepër, çfarë përmbajtje ka? Po me që si donatori krejt këtij aktiviteti ishte Komuna e Tearcës dhe në bisede sipër me organizatorët, ishte ideja që gjithë ata mysafir, gjithë ata njerëz që do jenë prezent kenë edhe nga një dhuratë pak më specifike. Dhe në këtë libër janë të them si tipi antologjisë, janë të botuara të gjitha poezitë e mia të përkthyera poezitë e mia arrin në 25 gjuhë të përkthyera deri më sot, por ne arritëm që këtu ti përmbledhim 21 gjuhë, të cilat pjesa dërmuese e tyre janë të botuara edhe me libra, janë të promovuara në shtete të ndryshme, po mos them, shtete të ndryshme edhe qytete të ndryshme, po edhe kontinente të ndryshme, sepse unë vitin e kaluar pata një promovim edhe në Amerikë, dhe në Dallas të Amerikës. Dhe gjitha këto poezi të cilat ishin botuar në ato gjuhë të ndryshme, disa nuk mundëm që t'i përfshim, sepse janë botuar në për disa revistat të shteteve të ndryshme aziatike dhe ishte pak e vështirë që ato të përfshiheshin. Shkuam kështu ato që i kemi me tekst dhe me përkthim, dhe i bëm bashkë, i bëm tokë në një libër dhe e botuam në një shtëpi botuese në Prishtinë, Lena Grafik. Këtu duhet ta falenderoj Besim Xhelili, një krijues, një poet nga Përshefca e Tetovës. Prap Komuna e Tearcës. Prap Komuna e Tearcës që jeton dhe vepron në Vjenda Austrisë, që bëri përgatitjen e krejt këtij libri dhe shumë botimeve tjera që janë botuar ndër vite.
me një pikturë të një piktoreje të re nga Kosova, që cilën rastisht e kontaktuam në rrjetet sociale dhe mora autorsinë e saj për ta botuar pikturën. Më thënë, kjo ishte si një dhurat për gjithë ata njerëzit që ishin të pranishëm në atë aktivitet që të marrën edhe nga një libër, si të mbotimi i fundit. Dhe kretë kjo, më thënë, moderimin e bërim në mënyrë shumë të shkëlqyer, mikja ime Behare Neziri, edhe po ashtu ka jo ka lidhje me rajonin e komunës së Arës, pasionuse nga përta, më thonë, prejardhja e burit të saj. Një falendrim veçantë për Elmir Sejfullajn, aktorin tonë të njohur, i cili mori dhe bëri një përzgjedhjet poezive dhe përgatiti një recital me aktor të teatrit të Tetovës. Më thënë, ishte një bashkëpunim institucional, këtu përmendi edhe Jeton Businan, i cili përcolli me kitar gjithat recital dhe doli shumë bukur. Do të thotë, ishte një bashkëpunim i gjerë dhe një bashkëpunim me miq, me njerëz, cilët ndoshta këto 4 dekada kemi punuar në shumë sfera, në shumë aktivitete, në shumë manifestime, projekte, dhe do të thotë kjo ishte një lloj finalizimi, sepse viti 2026 është vit jubilar, planifikohen që të kemi edhe aktivitete të tjera, do të ketë, po tani të tjerat ndoshta do t'i lëm kur të vijë koha, sepse deri në fund të 26 do të kemi edhe disa aktivitete pikrisht të lidhura me këtë moto, 4 dekada në Dishekuj. Dhe për në fund, me që folëm për një histori suksesi të juaj dhe për karierën e veprimtarim tuaj, sigurisht që të rinjët do dëshironin të kishin në fakt një mesazh ose një porosi për të pasur një rrugtim të suksesshëm në karierën e tyre. Cilat ishte kjo porosi nga ana juaj? Po ne bashkëpunimin me të rit, ne kemi edhe më shoqatën e shkrimtarëve e me departamentin e të rinjëve, ku kemi një ekip të vajzave dhe krijueseve të reja shumë të suksesshme që kanë botuar veprat e tyre, sigurisht kanë mbështetjen dhe përkrahjen edhe time si kryetare kësaj shoqate, por edhe të gjithë kryesisë së shoqatës, veçanërisht të përgjegjësit të rinjëve, profesorit Muhaxher Haruni, që ata vazhdojnë, do të thotë, kanë përkrahjen dhe mbështetjen tonë, ndoshta jo financiare, sepse shoqata jonë është jo fitimprurëse, dhe mundësitë e buxhetit të financave për mbështet janë të pamundura, por përkrahjen profesionale dhe përkrahjen morale, mbështetjen që ata të vazhdojnë këtë rrugëtim, sigurisht se e kanë. Një fjali, ta duan punën, ta duan veten, të kenë sigurinë e vete, të kenë përgjegjësi. Kur puna merret me përgjegjësi, merret me dashuri, merret me vullnet, suksesi nuk do të mungoj. Sado që të duket e vështirë, sado që të duket se ke sfida, ke bariera, të gjitha te kalohen dhe në fund sigurisht se dhe suksesi nuk mungon. Nëse nuk merret puna me dashuri, nuk merret me përgjegjësi, nuk je i përgjegjshëm në punën dhe veprimin që e bën, sigurisht se dhe sukseset ndoshta do të jenë më të luhatshme. Do të thotë, kjo është rruga e vetme drejt suksesit. Ishte kënaqësi shumë e madhe që sot ishit në emisionin tonë për të ndarë bashkë disa nga përjetimet, meqense rrugëtimi juaj ka qenë dhe vazhdon të jetë shumë i gjatë, por disa nga pikat, le të themi, në ato që anin tuaj të sukseseve. Faleminderit shumë që na keni nderuar. Faleminderit edhe për ju dhe stafin tuaj, të vëkohët që çdo herë është një dritë e informimit edhe për aktivitetet e mia, një mbështetje morale, një përkrahje kolegiale dhe informative, sepse këto aktivitete duhet edhe të përcillen, sado që të tjerë rrjetet sociale, institucioni, televizion dhe shtëpia informative kanë rolin e vet dhe peshën e vet, dhe që ne çdo herë gjejmë përkrahje, gjejmë një dritare të hapur këtu, edhe unë edhe aktivitetet e mia, por edhe shoqata, edhe të rit, edhe shumë aktivitete të tjera. Uroj që ta përcillni këtë rrugëtim dhe më tutje. Faleminderit. Faleminderit shumë që na keni nderuar. Të nderuar shikues, dhe juve ju falenderoj për vëmendjen tuaj, për të takuar sërish bashkë nesër, deri atëherë mirupafshim.